Çfarë prisni nga këto zgjedhje? Do të ketë rezultat? Janë zgjedhjet më të rëndësishme, më thonë, në këto 30 vite pluralizëm, edhe për faktin që kemi sot një mazharant që qeverisë prej 12 viteve, apo më mirë, kësë qeverisë prej 12 viteve, ka bllokuar një farë mënyrë rotacionin politik, për fatin e kësaj që ne jemi një hap mbrapa edhe nga Kosova për administrimin e zgjedhjeve, për cilësinë e tyre, kemi një kod zgjedhor jo përfaqësues, një kod zgjedhor problematik, kemi ndërhyrje në zgjedhje me blerje, me shantazhime, keqpërdorimin e shtetit, edhe pa diskutim që këto krijojnë një frymë pesimizmi tek qytetarët, në vend që dita zgjedhjeve t'ishte një festë, t'ishte një garanci, t'ishte një besim që qytetarët shkonin të votonin të lirë. Për fatin e keq ne nuk e kemi sot këtë ditë, pra presim me ankth se cili do t'jetë përfunimi, cili do t'jetë rezultati, sa do t'jetë ndërhyrja dhe tjetërsimi i vullnetit të qytetarëve, sa është përqinja, a do të njihen të zgjedhjes, do të njihen çfarë do të prodhojnë. Pra, kjo të thënë të drejtën krijon një lloj pasigurie dhe ky është problemi më i madh që politika shqiptare ka sot. A do ta pranoni rezultatin e zgjedhjeve? Sondazhet e nxjerrin PS-n fituese. A do ta pranoni rezultatin e zgjedhjeve nëse opozita i humb sërish zgjedhjet? Të them të drejtën, këto sondazhet janë modeli amerikan, si sondazhet për Trumpin, të cilin e nxjerrin Holmes dhe ai fitoi me 5 milion vota. Ne kemi për fatin e këtyre sondazhet të porositura, të paguara nga qeveria, pra nuk janë ato, nuk pasojnë realitetin, vullnetin e qytetarëve, gjithsesi janë kuti të votimit ato që do ta nxjerrin. Unë jam që çdo rezultat të pranohet, por pa diskutim që opozita ka bërë skanimin e tij, ka përgjegjësinë për administrimin e zgjedhjeve, ka evidentuar gjitha rastet për manipulimet të cilat kanë qenë prezente, kemi një klimë mbytëse, më them, për faktin që opozita sot po bën rolin e policisë, po bën rolin e spakut, pra janë kandidatë opozisat ato të cilët po i ndjekun nga pas hajdutët e votave, ata që blejnë vota, dhe policia për habin ton po i ndalon ato që kapin hajdutin, pra nuk kap hajdutin, po kap ato që i pengojnë. Po ashtu qeveria ka miratuar një akt të papërgjithshëm që fal gjobat e bizneseve për 12 vite, pra ato një qeveri i cila i kishte ndëshkuar, i kishte dhunuar bizneset nëpërmjet gjobave jo logjike, për të shtruar presion në ato dhe pa prit dhe pa kujtohu, duke shkel kodin zgjedhor, duke shkel kushtetutën, qeveria me një mbledhje skandaloze, pa transparencë i fal ato. Pra këto janë ndërhyrje direkt në proces dhe pa diskutim që nuk mund të pranohen. Është njësoj që dy ekipe futbollit, një kohë që do të jenë të barabartë në ndeshje, t'i krijojnë vetes e përsi, duke prishur rregullat e lojës, dhe kjo ka ndodhur. Por gjithsesi unë shpresoj që fryma për ndryshim do t'i tekalojnë, pra edhe këto marifetet dhe devimit e votave nga qeverisja, dhe do të kemi një rezultat surprizë. Kjo është ajo që unë besoj dhe shpresoj që të ndodhë. Berisha do t'jetë kryeministër? Pa diskutim që zoti Berisha do t'jetë kryeministër, për faktin që ai për hir realitetit ka bërë një fushat model, pra ne kemi një Berish më të matur, më të maturuar, më të them, me cilësor se kemi pas përpara. Unë jam një ndër ato politikanë që e kam kritikuar zotin Berisha gjatë viteve edhe kur ka qenë kryeministër, ndërsa sot zoti Berisha nuk i ka lejuar vetes asnjë gabim në fushat elektorale. Është treguar një politikan
modern, një politikan edhe në formën klasike të tij, duke ju thënë shqiptarëve të programin, është shumë e rëndësishme, pra duke kthyer edhe djathën në pjesën e vet konservatore, duke rikthyer edhe besimet e Zotit për fatin e mirë, por edhe në shumë problematika të tjera që çdo fush, çdo problem që qytetarët i ka shqetësuar nga keqërisja 12 vjeçare gjen zgjidhje. Por në gratë nuk është hequr. Për mua nëngrata nuk ka pasur asnjë lloj rëndësie edhe kur ishte, për faktin që unë jam i bindur që ishte një nëngratë e sponsorizuar, që ishte më tepër një armë për ta përdorur në mënyrë demagogjike nga Edi Rama, por Edi Rama s'ka rajën ta përmendim sot atë, për faktin që do ta presin i njëjti fat nesër edhe Ramen, gjithsesi nëngrata ka rënë edhe në aspektin që sot zoti Berisha ka për krah një personazh mjaft të rëndësishëm, një konsulent, një këshilltar për fushatën elektorale që vjen nga SBA-ja, që ai e nxori edhe Trumpin fitues. Vetëm kjo mjafton për të kuptuar që sot zoti Berisha pranohet si partner i SBA-ve dhe kjo është një kapitull i mbyllur, por kjo nuk ka shumë rëndësi realisht për mua dhe për qytetarët që gjykojnë me gjaktësi. Është ajo çfarë qytetarët presin, jo çfarë ndëshkimesh të sponsorizuara ndodhin gjatë Pse nuk ju futi juve Berisha në listë me çfarë përkrani? Problemi i bashkëpunimit të partive politike është interesant për faktin që Partia Demokratike përfasohet, është parti parlamentare në këto zgjedhje, e tillë ishte edhe marrëveshje politike. Unë personalisht kam qenë 5 herë në Kuvendin e Shqipërisë dhe kontributin politik jepet gjitha ne dhe kjo ishte një zgjedhje ime personale. Për faktin që edhe vendi ka nevojë ndonjëherë se ne flasim për ndryshim me elitash, po këto nuk bëhen me dëshirë, nuk bëhen me vullnet, është në dorën e qytetarëve, po ndonjëherë qytetarët stopohen tek partitë, tek emocionet, tek nostalgjitë dhe kjo nuk ka ndodhur. Por ka edhe njerëz që e kuptojnë realitetin, bëjnë një hap pas se nuk është fundi. Në fundit, a do të përmirësoshin raportet me Kosovën nëse zoti Berisha kthehet në pushtet, meqenëse me kryeministrin Rama nuk kanë qenë raportet më të mira? Pa diskutim që Sali Berisha është i vetmi politikan shqiptar që realisht e don me zemër Kosovën, që Edi Rama jo vetëm se nuk e ka dash me zemër, por e ka urryer Kosovën dhe ka dhënë prova bindëse për këtë. Ka shumë argumenta që të themi, po vetëm nëse marrim i ka venos 2-3, pra marrë një kosovar do të paguajnë 2 herë rrugën, taksën absurde të cilin e ka vendosur dhe kjo e ka bërë pa diskutim nga mllajfi që ka për Kosovën, e ka të brendshme. Është binje e tij, është pinjolli i komunistave dhe e tillë ka qenë edhe përjarë e tyre, botëkoptimi i tyre. Ndërsa Sali Berisha e njën veten në një farë mënyrë edhe vetë kosovar, por e ka pas mendjen, zemrën gjithmonë, madje një lloj në ato argumente që ju dha edhe ndërthurja e Sorosit në atë kohë ishte Kosova. Për faktin që ai kishte zgjedhur në çdo moment andën e Kosovës edhe kur rryma të ndryshme të ndërkombëtarëve ishin kundër sovranitetit të saj, bëri rrugën e kombit me një kohë rekord duke afruar kombin ton. Pra, pa diskutim që ai jo vetëm është i pranueshëm, por unë nuk e konceptoj se si do të ketë shqiptar në Kosovë që do ta dojnë Tiranën, me thënë drejtën, dhe kur një gjë disa nostalgjik, ndoshta prej botëkotimit tyre komunist apo prej qasjes politike, por jo që realisht ai meriton një respekt nga Kosova. Pra Edi Rama është një figurë e urryer kombëtare, për faktin që i ka bërë shumë dëm kombit shqiptar, në veçanti Kosovës në proceset e veta, është tallur një farë mënyrë edhe me pjesën e politikës. Pra Albin Kurti në simpatizoj vetëm për këtë fakt, që ishte i vetmi politikan që i tregoi vendin e Edi Ramës, vendin e tij me një kosto dhe ka bërë gjën e dur. Një kohë që ka përdorur Shimthaçin, është tallë me Ramush Haradinën. Pra është një personazh cinik
Pra, ky menon që ato janë budallaj dhe ky është babai i kombit, dhe ky është me të vërtetë që ishte domosdoshëm që Kosova jo t'i vendoste traun me pagesë, po t'i vendoste një tra politik që ai mos fudhej paktën për 10 vite në tokën e Kosovës. Mos ta kalonte kufirin. Faleminderit shumë. Nasi.